Rruga e re panoramike Shëngjin-Velipoj, e ndërtuar me një investim prej rreth 3.8 milion euro, ka psuar dëmtime serioze në afërsitë të fshatit Rjoll. Një rrëshqetje e konsiderueshme dherash ka shkaktuar çarje të gjëra përgjatë trupit të rrugës, duke krijuar rrezik real për shembje të plotë të segmentit. Si pasojë, një krah i lëvizjes është mbyllur dhe qarkullimi zhvillohet vetëm në një korsi, gjë që e bën kalimin të vështirë dhe të pasigurt për drejtuesit e mjeteve. Në zonën problematike, janë vendosur barriera betoni dhe sinjalistik paralajmëruese në një gjatësi prej rreth 50 metrash, me qëllim shmangjen e aksidenteve deri në ndërhyrjen e specialistëve. Situata po krijon shqetësim tek banorët e zonës dhe përdoruesit të rrugës, pasi dëmtimet janë shfaqur shumë shpejt pas përfundimit të punimeve.